Pas blokut të lajmeve u kthym në studio për të diskutuar lidhur me komunikacionin në vend, I cili djetë është goxha I ngarkuar. Për të folur për këtë çështje, kemi thirrur ekspertin e komunikacionit Nol Deda, I cili do të na njoftoj më shumë rreth komunikacionit. Nol, faleminderit shumë që gjete kohë që të vish në Info.de. Faleminderit edhe për jush. Kemi pa që për Bajram ndodhen goxha shumë aksidente në vend, gjë që është e zakonshme apo jo? Po e zakonshme është për shkak se festa në vetveti është një festë e cila vizitohen të afërmit njëri me tjetrën, edhe pikërisht është ajo që për fatkeqësinë tonë për çdo vit po përgjaket edhe rrugët në për këtë festë, na do të mundon me festu, po fatkeqësisht atë numri I madh I automjeteve në qarkullim me sipër po vinë edhe të aksidentit. Për fatin tonë kem pas edhe fatalitet, kem pas numër shumë I madh I aksidenteve ka qenë për 3 ditë, për këto 2 ditë që kanë për shembull të shtunën, tillën edhe të honën. Edhe kjo neve na kallëzon se na duhet me pas një kujdes shtumë edhe gjatë festave që mund ngrit edhe niveli menaxhimit komunikacionit në nivel pak më të lartë. Ne kemi pa që këto aksidente ndodhin edhe një me fatalitet fatkeqësisht. Si e shihni ju punën e komunikacionit, sidomos në atë rrugën nga Fushkosova që dihet se është goxha e ngarkuar si rrugë? Shqipëria ajo është rrugë nacionale. Rruga nacionale e ndysh edhe pikërisht është ajo që vetë emri nacionale e mban edhe që numri I mjeteve të qarkullimit në rrugor janë jashtëzakonisht, unë do ta jap edhe shifrën për arsye në kushte normale gjatë qarkullimit aty qarkullojnë rreth 34.000 automjete brenda 24 orëve, nëse kemi të bëjmë tash edhe me shtimin e gjatë festave ose gjatë këtyre eventeve kulturore, atëherë sigurisht se kemi edhe rritjen e numrit të qarkullimit të automjeteve. Pikërisht neve na ban mësanej që rritja këtyre numrit të qarkullimeve më ardhë deri te kontakti ose aksidentet automjet me automjet, pastaj edhe automjet me kamsor. Mirë, po pse po ndodhin kaq shumë aksidente në Kosovë? Nëse na tash e klasifikojmë faktorët të cilët ndikojnë drejt për mes elementeve të tyre, na kemi faktor njëri I cili ndikon më shumëti ose në bazë të studimeve që kemi bën na flas për standardet evropiane jo për Kosovën, është dikon rreth 85% si shkaktari I aksidenteve, pastaj kemi faktorin rrugë rreth 8 deri në 10%, e kemi faktorin automjet 3 deri në 5%, e kemi pastaj faktorin komunikacioni rrugor, kemi 1% edhe faktorin incidente kemi 1%. Kjo të kallëzon tash në qoftë se na sta faktorë të cilët janë hulumtuar që se shkaktojnë aksident në Bashkinë Evropiane, në qoftë se I kthemi në Kosovë, atëherë na shohim se në Kosovë më përqindja aty në kushte njëjtë, por rritet e posaçërisht faktorin rrugë që na nuk I plotësojmë kriteret edhe standardat e elementeve rrugore, sikur premtimi, pastaj e kemi faktorin automjet që nuk I plotëson kriteret. Automjeti, kriteret e automjeteve që janë në Evropë, me qenë se të I kemi dikon rreth 80% automjeteve mbi 17 vjet, edhe pastaj kemi edhe 2 faktorë tjerë që në Kosovë asnjëherë nuk janë bërë analiza, nuk janë diskutuar, sikurse është faktori komunikacionin rrugor, që këtu bëjnë me përfshihen elementet e menaxhimit të komunikacionit, edhe është njohuritë mbi sigurinë rrugore. Për njohuritë mbi sigurinë rrugore na kemi patent shoferin edhe dim se çfarë niveli jam, edhe menaxhimi që shpeshherë na dim me dështu në për festa. E përmendë nivelin e patent shoferit, a lën ky nivel për të dëshiruar, meqense se në të kalume kemi pas goxha shumë eksperjenca ku I kanë marrë edhe me pare. Që është bërë editor në për shumë lajme. Marrja patent shofer në forma tjera, jo ligjore, që unë I quj, po ekzistojnë edhe në shtete tjera, jo vistona, sidomos në shtetet e ballkanike, po ka edhe në Evropë, ka edhe në Gjermani, ka edhe në Angli, kam informacione tilla, njerëz që e kanë marrë, edhe formën se si kanë arritë për mund pajis me patent shofer, por me që thatë, na do të themi të na se qysh formën për me eliminu. Ekzistojnë metoda të cilat muj me eliminu edhe këtë fenomen, edhe po për fatin tonë të kesin Kosova nuk është
nuk është e prejme dhe më duket se nuk ka njohuri formën se si do të më shku e me eliminu dhe këtë formë. Në qoftë se na kem kohë, atëherë kisha përmend 2 llafe. Njohuritë mbi sigurinë rrugore fillojnë prej moshës 6 vjeçare, do të prej qirrës të fëmijëve se bëhet njohuria me komunikacion rrugor, pastaj na për shkollë, klasë parë, klasë 2, klasë 3, deri në klasën e 8, domethënë janë metodat edukative që merren në për këto klasë, bëhen gara të ndryshme me bicikletë, pastaj edhe me mjete të tjera, pastaj vjen gjimnazi, ku i kem që unë e preferoj që personat të cilët e mushin 16 vjet me hi në patent shofer për shkak se mosha në atë kohë e ka energjinë drejtuesi i automjetit për me plotësu, edhe 2 vjet pastaj më kon patent shoferi i ri i cili duhet me drejtu automjetin në mbikëqyrje. Që do thotë se në mbikëqyrje ne kuptojmë nëse është personi tjetër që është i ulur në afër tina, edhe që ka patent shoferin më të vjetër se 3 vjet. Kjo të kallëzon se nuk dënohet ai drejtuesi i automjetit, por duhet mu dënuar që ky se është në mbikëqyrje. Pse është shoferi. Mas 3 vjetëve, mas 2 vjetëve ose 3, varësisht që do ta përkufizojnë, është e përkufizuar me ligj 2 vjet, shkohet edhe testohet në poligonin e sigurisë. Poligoni i sigurisë i përfshin gjitha detajet ose elementet e një vozitje të sigurisë. Varësisht prej kushteve të qarkullimit, pastaj kushteve të rrugës e tjerë, pra poligoni i sigurisë përfshin një hapësirë për 20 hektarëve, edhe aty mbrana saj na janë gjitha elementet e sigurisë, edhe nëse e kalon pra është një prag. Edhe për këta persona që mujnë me morë në forma tjera patent shoferin, është një prag që ata nuk mujnë më dalë vetën me drejtu automjetin, pa mbikëqyrje, pa kalu qatë poligonin e sigurisë. Edhe në këtë forma atëherë na mujnë me zerë një drejtues të automjetit mirë, do thotë toft, sigurt, inteligjent që unë i quj, edhe në të kohë mëse nej për cilët, se faktori njëri nuk është gjithmonë që është i qëndrueshëm, edhe fizikisht i qëndrueshëm edhe në mënyrë mendore. Edhe ato ndryshojnë. Prandaj edhe janë policia trafikut e cili e përcjell drejtuesin e automjetit mos ka konsumuar diçka, mos atë drejtu automjetin kushte të tjera, trona, sigurisht, pajësia, lodhje, alkooli e tjera. Edhe pastaj edhe sanksionohet. Sanksionimi tyne e morën metodën më të avancuar që është në Amerikë, edhe morim se në qoftë se zinet me patent shofer me shpejtësi të madhe ose me alkool ose me narkotik, atëherë dërgohet në institucione përkatëse ku mohet trajnimi një javor, edhe aty tregohet pasojat të cilat mundin mi dalë prej qëtij drejtimi. Domethënë prej drejtimit të automjetit në ndikimin narkisë, lodhën ose e tjera. Edhe prandaj edhe masanej sanksionohet. Në qoftë se një drejtues i automjetit gjatë drejtimit të automjetit i merr 9 pikë negative për 2 vite, ai rikthehet prapë në patent shofer. Pra, nuk është më patent shoferi i përhershëm. Do thotë sigurisht se ka qenë. Merret patent shoferi mas 9 pikëve për 2 vjet edhe rikthehet prapë në njohuritë. Për fatin e kestionin këto metoda që unë jam të i folë në Kosovë nuk praktikohen jashtë po. Kemi panën që ka fillu praktikimi këtyre pikëve, heqja pikëve në Kosovë. Për shembull, ta hek një pikë, po tash ato pikë mënën më u rikthy, apo? Po pra, për sa vite? Janë të hek, janë të gjitë, e hek e gjithë. Që të tregon, në qoftë se sot e merr, atëherë mrena 2 viteve ty ajo pikë ka më konë e qëndrosh. Mas 2 vite ajo eliminohet me njëherë, se ki me lesë të hekme. E nëse bën edhe një gabim tjetër, shtohet edhe një pikë tjetër? Unë tregova, për shembull, në qoftë se ti futesh sa më fort kohë që i ki 4-5 pikë, më duket. Do të thotë 2 herë futesh ta dhe ty të shkoj patent shoferi. Po për fat keq të na ka se i ka 12 pikë, 13 pikë, 15 pikë, nuk ju ka marrë patent shoferi, nuk ka kthy personi prapë patent shoferi, nuk ka qenë trajnime. Është gabim në qoftë se na gabojmë, për shembull, një herë me alkool edhe ne morrin 5 pikë, është gabim, mëse ne me prit edhe një herë më marr 5 pikë. Jo, duhet me qenë trajnim. Edukimi është forma më e mirë e kalimit të vështirësive sa i përket sigurisë në komunikacion rrugor. Pra, në qoftë se mu më mësojnë me alkool, niveli alkoolit mbi 0.5 promila, atëherë mu më dërgon një institut, do të mu kriju institucionet. Më dërgon një institut edhe ata mrena personeli adekvat, profesional, flas, a i mon ligjeratat për alkohol, i tërgon filmat, unë i kam personalisht syzat që t'japin
e t'japin informacionin si në ndikimin e alkoolit, në fazat e alkoolit 0.5, një pastaj 1.5, 1.52 e tjerë, edhe ty të tregon mësanesin cilën fazë është edhe me ta e drejtojnë aja automjetin. Me që ata syze i kalzoj se cilla është niveli tina, pra krym ushtrime në poligon me syze, që aj me ditë mësanese fatkeqësiat vjen prej alkoolit të çfarë formë. Sigurisht, zotëri Tema, ne kemi pasur që ka mungesë edhe të sinjalizuzve në për rrugë. Po, sigurisht, se cilë drejtuesi i automjetit se është dhe ka një përvojë ka me vrejt. Ka me vrejt. Unë do të përmeni, vetë ministria ka pa dalë para një 2-3 viteve, tha se dikon rreth 40% mungon sinjalizimi. Në rrugët që i menaxhon ministria, që janë autoudhat, rrugët nacionale, rrugët regionale. Që është këgja shqiper e lartë, 40% temi se mungon. Që është shqiper e lartë, kur ne kemi 2200 km, 200-300 km i kemi rrugë që menaxhohen prej ministrisë, edhe mungesa sinjalizimi deri në 40%. Nuk ka veç ajo. Tash i kemi edhe tjerat. Damtimi i shenjave, të komunikacionit. Nuk futet me njëherë largohet prej standardit. Korozioni largohet prej standardit. Se nuk bëhet në Kosovë. Shpesher kemi parë dhe të shgallavitura shajat me... Mo ajo nuk merret parasysh. Si të hop dukshmërinë. Do të thotë se drejtuesi i automjetit nuk mundet me vrejt në deston caktuar, ajo shaj mo është inekzistente. Në qoftë se shenjat horizontale nuk janë të sinkronizuar me shenjat vertikale, është inekzistente. Do të thotë na drejtuesin e automjetit nuk i na t'i dhon informacionet të duhur për një vozitje të sigurt, po i na t'i dhon informacionet këqija. Do të thotë, pra secilën këtu që unë e përmenda, përveç mungesës shenjave, drejtuesi i automjetit nuk pranon informacionet mira. I pranon informacionet deformuese. Në këtë formë, në qoftë se ne i mbledhim me përqindje, atëherë parafërsisht dikon rreth 55-60% drejtuesi i automjetit ka mundësi mos me pranu fare informacione dhe ka mundësi me pranu informacionet e deformuara. Mirë, po sa janë të aftë qytetarët e Kosovës të mirë informuar, themi, lidhur me mënyrën se si duhet drejtuar në komunikacion. Pasi që kemi pasur, goxha të llovi krijohet. E sidomos tek rrethat, ka shumë të llovi. Edhe të rrethat, ne kemi me 3 shërita qarkullimit, shumicën e qarkullimeve rrethore të paktën në Prishtinë. Asnjëherë nuk ka dhënë arsyeshmëria teknike se rrethi sa shërita të komunikacionit do të mi pas. Do ta përmendin një shembull, e kam pas një unë ligjeroj në UBT dhe aty e kanë lëndën e auditimit të sigurisë rrugore. Edhe njëri prej studentëve të mi, nuk du me dhënë qytetin se më njëherë e dinaj, edhe njëri prej aty ka bo një qarkullim rrethor në sheherën e vetë. Edhe murëm tash na pe analizojmë shpejtësinë ligjore dhe shpejtësinë e sigurisë. Edhe ne na del se shpejtësia e sigurisë është shumë ma madhe në krahasim me shpejtësinë që ata kanë lënë aty në qarkullim rrethor, edhe unë i tham atina se këtu ke kriju pikë zezë. Edhe më njëherë orën tjetër, atëherë tha profesor qysh kemë mundësi për me premisu dhe me bo që na me pas dhe barabar shpejtësinë e sigurisë me shpejtësinë ligjore, edhe sigurisht se të qarkullimit rrethor lejohet që shëriti qarkullimit me kon deri në 4.5 metra, edhe i thash atëherë në qoftë se ki shëritën e qarkullimit 3.5, shtu edhe 1 metër, edhe pastaj llogaritë në bazë radiusit qarkullimit rrethor edhe ta shohmi atëherë cilla shpejtësi. Edhe realizojmë atëherë shpejtësinë e sigurisë me kon e barabartë me shpejtësinë ligjore. Dhe kjo është ajo që gjithmonë qarkullimit rrethor duhet me pas një arsyeshmëri teknike, arsyeshmëria teknike është ajo që unë fola. E tash, secili drejtuesi i automjeteve, ku ti kem 3 shërita qarkullimit, ai ka mixon. Ka më shku për shkak se na tonin për gut. Tonin për gut. Edhe për fat keq, me një emision në televizion kem qenë bashkë me policinë në qarkullim rrethor për me pa se qysh po hin. A ditë bashkë me Togerin u murën vesh që mas mitej nuk, po me dhonë këshill dhënëse, që une e preferoj atë punë, edhe besa të rreth i flamurit, dikon rreth mos tam 40% shkreshin prej shëritit rrenshëm, për me tropu rrush, edhe atu kryojnë 3 pika konflikti. Si cili drejtuesi i automjetit, duhet më konë i vetëdijshëm
se gjatë qarkullimit rrethor nuk guxon me kriju pikë konflikti. Edhe pikën e konfliktit nuk e krijon në qoftë se ai ka dale e din e imagjinon a ka me hymjen e dytë, të parën, dytën ose tretën. Edhe ka mu rreshtu në qata shërita të qarkullimit që nuk ka mi pengu edhe pjesëmarrësit tjerë në komunikacion. Shëriti i pari ndalshën, sigurisht se policia kanë jashtëzakonisht mirë, edhe ishin me këshill dhënëse, jepshin këshillën e dhënëse, nuk guxon se krijon prika konfliktin në këtë formë, derisa erdhi njëri për fatkeq me 06 edhe për policit për tha unë jam në rregull, tha me leq. Ai i jep ke këshillën, ai thë unë jam në rregull. Ai thë ke jepsh ti dhon këshill, policë ke, edhe për njerë dënun, se e lipi. Pas ka qenë kryefort. Shumë interesant, shumë për interesant. I jep ke këshillën si mos që shtu, po ka lëthë kënë shëritën e mesën, pastaj edhe në tjashtmin, edhe eliminën gjitha pikat e konfliktit, aja pet, dikur sigurisht se e morë edhe dënum, se ata kanë jenë mësu tash, edhe policia trafikut gjithë ditën janë, kanë kontakt me telefarlojë, se zakonisht edhe unë kam ligjeru edhe në vështëri, në 2002 një kom thonë, kër dalish në rrugë, harrejt të lashet si ki të shpija. Se i bonë me veti, i muare të lashet me veti, atëherë ki dhe të majmuna në shpinë. Edhe s'mund është më me në që. Në qofë se tjelit i len të lashet, edhe komunikon, edhe menagjen vetën, menagjen edhe komunikacion njerëz zakonisht mirë. Sigurisht. A janë këj taft njerëzit për me marrë lijen e kjerit, ose për me drejtu një automjet? Qysh, se kemi pa që ka njëherë njerëzit nuk mujnë edhe me këtë shumë dëvëmen, shumë në... Shumë e mirë me kja pyetja, faleminderit shumë, se je morë me studimin e morës paten shoferit para luftës, pastaj mas luftës e kam më dhejtë që unë jem kondrejtar në Ministri Transportit, ishma pak se një 3-4 vjetë. Ka gja shumë eksperiencë. Po, me kemë zhvillu programin, unë edhe shokët e mi, ja Monte ka qenë drejtori paten shoferit, edhe kemë fillu, do të thëtë, para luftës na kemë ditë se ka qenë korupcioni në nivellit shumë. Kanë hi 100 vete kanë thonë 5, 4, dhe më thonë s'kanë mujtë me thonë më shumë. Edhe në atë kohë si, edhe si inxhinier, viteve të 90, kam thonë në nuk jem bodalë, kër ne jem gjendje për me kry një fakultet, kër jem gjendje me studiu jashtë në gjutë huja me kry fakultete, me doktoru e sene, ne jem gjendje edhe me një patent shofer me morë, për shak se e ki pjesën teorike dhe praktike. Mas luftës kem kriju institucionet tona, kem kriju programet tona, kem zirë liber me 900 pyetje, prandaj e kem letësu edhe me marë patent shofer me një huri, edhe pjesën praktike, kem bo programe softverike, e tjere, pro, kem arrit, pastaj, e letësan edhe ma shumë. E kem letësu jashtëzakonisht mose, edhe në atë kohë kem thonë që për sa vjetë do të amenagjoj, në qoftë se zgas këta, do të më rritë dhe 80 ose 90% kalioshmëria me konë. Kemë rritë dhe në 60-65, kena më rritë, në më thonë 2004, qënë se 2005 në njëmë largu, këmë dhe ndërheqë, dhe në fund 2004 si kam po statistikat që na kalioshmërinë e kemë rritë dhe në 60%, për shkak se pyetjet se kanë qenë në provim, kanë qenë liber, kanë qenë CD. Edhe kandidat kanë mujtë me mësu. Ka bërëm, du me të regu për herë të portu jo, pak pa botu liber, edhe me zerë në publik, ka qenë Mërsel Uka, ka qenë drejtori krimeve ekonomike, edhe dikush e kishë fotografu të jesën e kishë orto ministri Zef Morina në atë ko, më thratë mu edhe më thëtë nëllë ka dalë testi për jashtë. Thash, po, thash, e di se kanë dalë, thash, po, ka më dalë, thash, krejt testi jashtë. A qështë kanë me dalë, thash, ka me bo librën, thash, edhe ka me zerë. E në atë ko, o shumë interesant, e mora Mërselin, tash, baron edhe ma vonë, e kom posë edhe mikë, kem shku në zyre teme edhe, i thash për herë parë, thash ti e njëri i parë, thash se po të adhëroj librën. E kam thonë Mërselit, tha, shka ka, thash tu jenë 900 pyetje, që me promotacion kanë mu zgjedh pyetjet. E testimin në 2005 në kemë qitë. Në 2024, në 2022 ka ashtë fut në praktikë. Edhe
si drejtori i krimeve ekonomike, e pau se do të thëtë se s'është gjë, pse kandidati duhet me pas më mësu për i t'i shkojt. Sigurisht, me pas edhe me shambuj, ashtu si që është ilustruar në mënyrë më të mirë. Shumë, ajo ka qenë mrekulli. Ka qenë mrekulli. 35.000 libra, ne ju kemi thonë në autoshkollave në atë kohë, edhe kandidat ka fillu, mëse ne e kam përcel kaljoshmërinë, edhe ka fillu më rrit kaljoshmëria. Do më thonë, për një vit kemë rrit që na kolegë që kemë pënu, mëse rrasi kam pas një 7-8 kolegë aty mrena, që kemë pënu, gjithë kemë qenë inxhenjerat komunikacionit, dhe si ka herë ju thësha, janë të hunit edhe dajakët, thonin konë, dhe thëtë, gjithë kanë qenë magjistra të komunikacionit, edhe arritëm që 60-70% kemë arrit kaljoshmërinë në fillim të 2005-ës. Ka qenë një mrekulli që e kemë bënë atë kohë. Përja që? Tida i sa ka qenë e vështirë me punu në asë sektor në atë kohë, që ma pak kur në atë periud ku njerëzit së që kam pas edhe shumë një ori në komunikacion. Duke ditur që kemi arë nga një regjim gogja jashtë. Më pas, shqyqa, na ke pa morë shumë seriozisht se kem hi mrena në ministri shumë inxhenjerat Zagrebit që kem pas një vullnet tjash zakon shumë punës. Kem pas sekretarin permanent një menager, unë kom shku si ekspert, aty s'kom shku si menager, edhe sekretari permanent Gzim Pula më banë edhe menager, me qenë si isha drejtar, edhe kër fillum hapin për lëshimin e patent shofer, zhvillimin e programit të patentit të kontrolave teknike, edhe në shikin një djelve ton ishim 3 edhe ishim vullnet shumë të madhë më pënu, edhe në gjatë takimit se i kishim takimin e mëngjesit me ta, në bëjke frenën e pak. Frenën e pak se nuk është koha hala për me jetë shumë për para. Po, kem pas probleme, kem pas kërcënime, kem pas të lashe tjerë zakonshme, kem pas atake, kem pas 2 atake të ministrisë, një onën, një koordinatori i Prishtinës, shumë të kësia, po nuk im nalë. Besoj se nuk im nalë. Pavarësisht prej presioneve të dhunës, prej jashtme kem pas ato sene, nuk im nalë asë një herë, edhe nuk e nalë edhe shokët e mi, edhe mësë me se e konë, kem punu dhe në 10 natës. Kem punu dhe në 10 natës në atë kohë. Në gjithat vullnet? Po, kem pas vullnet që është zakonshëm, pra po të thëmë, po, mu më deshtë, u më era me shkencë pak më shumë, mëse ne edhe u largova krejt për ministrisë, u më era me shkencë. Me gjitha të veprat e juja mbetën jetike edhe tash e sa ko. Posibiliteta i kisha dashme të bëni pyetje ma konkrete që na preokupon krejtve. Pse po bëhet gjithë kjo lugë në kryet qytet, ka shumë komunikacion? Kryeqyteti nuk e ka bën zgjidhjen adekuate të qarkullimit rrugor. Qyteti Prishtinës është një qytet eksperimental në atë quajmë. Eksperimental. Për shkak të numrit të automjeteve, numrit banorëve si ka. Edhe ka mundësi që qyteti Prishtinës komplet me bon një komunikacion të mirë që i ka hije edhe të sigurt. Mirë, po pëse s'po pyetën eksperta si ju për me arritjet e komunikacionit? Kam qenë aktiv në qarkullimin rrethor, se qushin, para një 4 viteve, 3-4 viteve. Unë e kam bërë studimin me studentat mi, edhe prej 140 pikave të konfliktit, mësarra, e kem çu në 39 pika konflikti. Edhe atë projekt e kem dërzu në komune, me qenë se UBT-ja dhe komunja kanë një marrëveshje, edhe e kem dërzu në komune. Tash, kër e murën ata komunë, a i ka qenë veç një arsyeshmëri teknike që na zbresim pikat e konfliktit prej 140 në 39. Edhe ata kanë bënë unë me studentat mi. Me studentat mi. Me të njëjtit studenta. Ke mujtë më shku në fazën e dytë. Krijimin e zonës parë, krijimin e zonës dytë, lidhjen e zonës parë dhe lidhjen me zonën e dytë me metodat e krijimit të rrugëve. Një kahore, 2 kahore, pastaj metodën diagonale të lidhjes rrugës, do të thotë diagonale rrugore, radiale të kombinume tangenciale. Do në krejtë 4 metoda të rrugëve, mes 2 zonave kena mujtë me lidhë nërveti, edhe zona 2 mu lidhë me rrugën nacionale.
Sigur se është zona A, për shembull, rruga A. Për rrugës B, na kem rrugën B për mu lidh me rrugën me N2. Po ajo është ka o të ndodhë. Ajo është arterje. Do thëtë rruga A është arterje, që ty ta liron komplet edhe ta lek me një rrugë që i lidh dy regione. Jo, pa, ala rruga A nuk është funksionale. Po jo bre, kjo tu folë që i 10 vjetë të bo, se u bëm hor me ta. Hor u bëm me ta. Tash, e kem tjetën rrugë. Do thëtë zona 2 që është lidh me autoudhë. Me autoudhë që është lidh me në pjesën e Mitrovicës, edhe në pjesën e Podojevës. Dhe që i kështë lektu edhe më tepër. Krejt është liru. Pastaj, zhvillimi i transportit mbrana qytetit. Rregullimi i biletës, u bëm hor. U bëm hor të pagu për çdo stacion. Stashë kanë bërë 80 cent ditorën. A ka më jore, kallëzamne. Në Stamboll, kem shkuar në vizitë studimore me studentat mi. Bashkarisht me profesorin Muhammed, profesorin Ben. Në qoftë se Stambolli i ka 5 lloje të transportit, me një bilet elektronike, që e kalon, do thëtë, e ki tramvajn, e ki trolebusin, autobusin, metron, edhe transportin detar, ujor. Gjëshë ne jemi larkë këty në arritë. Larkë shumë. Po na kem vish me autobus mërgjënohet. S'muj me mri. Për shkak se nuk lejohet profesionalizmi më kanë aty. Na kem profesorin Ben, që jem kolega aty, është doktoratur në ka kënë transport urban. Që ai njeri mundet me dhënë zgjidhje. Nuk du më thonë unë, tërses, u mera me gjithë shka. Po e kam profesorin Ben, që jem kolega aty, e ban zgjidhjen. Do thëtë se ka doktoru djali. Kërkosh nuk e thratë. Kërkosh. Shkretit edhe në përzerën ka qenë drejtori urbanizmit, tash janë të ja prish plonët, si i ka pas. Domethënë, të njerëz profesional nuk janë të veni aty ku duhet më kontribu. Nuk janë të veni ku duhet më kontribu. Unë të folja se qysh muj me rregullu Prishtinë, se Prishtina është qytet eksperimental, është i vogël, bre, i vogël është. E ki një rrugë fush Kosovë deri te rruga B, tash e ki vesh edhe një rrugë të katedralja, edhe të shumë mujtë në regullu shumë letë, apo jam? Po, bre, po, shumë. Po paramenon në tim, në qoftë se e marim sinkronizimin e valës Gjelbert, që na quajmë metodën boshtore rregullimit, përmes valës Gjelbert, përmes shpejtësisë kufizuar, prej fush Kosovës deri te salla 1 tetor, se deri te rruga B, nuk nalet kerri. Me 14 orë, nuk nalet. Edhe secila ndërhyrje që bëhet qatë rrugën boshtore, vis një semafor nalet. Hiq mo. Edhe që kë, se largohet prej metodës, prej rrugës boshtore, vis një herë nalet. Për shkak se edhe ajo rregullohet në mënyrë boshtore me semafora. Kjo punë nuk bëhet me këta politika, mos harroni, me politika vendos, nuk vendos eksperti. Sigurisht. Se a i merë, që kishin e ka aj, unë mëjmë ja propozu, unë jem kanë ministri, jem kanë ekspert, unë ju kanë propozu, ki propozu, ministri, ako një profesionist, paklajgjen e sapi, dhe ka thënë, ja marish me ati, se ajo filozof, qak filozof, kam thonë mërë, filozofu sen, unë nuk kam filozofu, për shkak se unë i kam pas inxhinjera tjerë, kur kem dalë me mendim, ka dalë ashtu si që keni po, thonë. ka dalë ashtu që shke menu me ekspertët. Zotë Lideta, ju më falenderoj shumë që erdhe në Infode dhe në jepet të gjitha këto informacione mjaft rëndësishme dhe jetike për komunikacionin. Falenderit edhe për ju shumë. Të ndëruar shikues, ne kthehemi me intervistën e dytë në studio.